Beslidhja ka marrë një fitore të thellë 4-1 ndaj Veliçikut në një ndeshje të dominuar pothuajse plotësisht nga skuadra lezhiane. Vendasit e zgjidhën takimin që në pjesën e parë, duke treguar e përsi të qartë në lojë dhe në raste. Serinë e golave e hapi Alçani në minutën e 4, duke i dhënë menjëherë avantazhin Beslidhes së Lezhës. Vetëm pak minuta më vonë, në të 13-ën, Akancas dy fishoi shifrat. Dominimi i vendasve vijoi edhe në minutën e 23 me Hilën, që realizoi për 3-0 dhe me këtë rezultat do të mbyllej edhe pjesa e parë. Në pjesën e dytë ritmi i lojës mbeti i lartë dhe në minutën e 53 Temja shënoi golin e 4 për vendasit. Miqt reaguan vetëm në fund të takimit, kur Banushaj shënoi golin e nderit në minutën e 90, duke vullosur rezultatin përfundimtar 4-1. Normalisht që përballë kishim Beslidhjen, duke ditë organizimin e saj, grupin e saj, duke ditë të gjitha mbështetjet që ka kjo skuadër, ne mundon të bëjmë diçka, po sot me të vërtet ne nuk shprehme asnjë nga vlerat tona të vërteta, duke pas parasysh se gjysma e skuadrës ishte dënuar me kartona dhe disa të tjerë ishin pamundur. Perspektivat e ekipit Beslidhjes dihen që fillim është bërë një ekip për më një kategori më nel. Ne kemi shumë lojtarë dhe sot edhe ju e pa që ne bëmë një rotacion me 4-5 lojtarë që t'i shohim për të ardhmen edhe të vëmë pikat me një që kush është domosdoshme për ekipin. Na kënaq 3 pikëshi që është qëllimi i ekipit tonë, çdo ndeshje është për 3 pikësh që ta marrojmë këtë kampionat me sukses. Pas kësaj fitore e ekipit lezhian i Beslidhjes kryeson renditjen me 42 pikë, duke lënë pas Sopotin e Librazhdit dhe Shirokën e Shkodrës, ndërsa vazhdon të konfirmojë formën e mirë në kampionat për arritjen e objektivit, ngjitjen në kategorinë e parë.